Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ejma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falënderimet, adhurimet janë vetëm për Allahun Zotin e gjithësisë. Ata e falënderojmë, për atij e kërkojmë ndihmën. Mëshira Allahut qoftë mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër dhe për mbi të gjithë ata besimtarë dhe besimtare që ndjekin rrugën e tij deri ditën e gjykimit. Mëshira Allahut qoftë edhe për mbi të gjithë ju. Allahu zënë lusë që inshallah të na i pranoj këto ditë agjërimi, ditën e sotshme, iftaret, mirësit që keni bën gjatë kësaj dite, Allahu t'u pranoj inshallah. Namazet, Allahu t'u pranoj gjithë. Inshallah sonte për një çështje shumë të rëndësishme. Apo si t'u them është më e rëndësishme në këtë jetë. Mbështetja tek Allahu xhelle xhelaluhu. Allahu xhelle xhelaluhu urdhon e thot: "Fakul hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim." Kjo këndohet edhe si lutje, të paktën 7 herë në mëngjes ose gjatë ditës, por mirë është para se del nga shtëpia. Dhe thojë o Rob, i mbështetëm atij të vetmit, të pashok, të pushtetshmit, sundusit. Aja ka pushtetin për të mbrojt, për të ruajt. Edhe askujt tjetër më përveç Allahut, të lartë madhruar, pa të meta mbi gjithçka. I gjithë mbarshëm, domethënë që përfshin gjithçka. Mbështetja tek Allahu është shumë e rëndësishme. 99% e njerëzve sot për këtë vujnë sepse nuk mbështeten tek Allahu. Mundohen që t'ja dalin me forcat e veta pa Allahun, por është e pamundur. Pra si t'u them, është sikur të futesh në një det, me furtunë të hysh me natë ose pa barkë, ose në atë furtunën e madhe me ato dallgët e mëdha, me një varg të vogël pa hiç. Mbështetja tek Allahu është çelësi i gjithçkas. Ibrahimi a.s. është dënu nga Nemrudi e saj kohë për me djeg të gjallë. Edhe ato njerëzit kanë bajt dru, po jo dru me nezi zjarë kështu, po rreth një vit grumulli i druvet, edhe e bon si piramid kështu, dhe rregulluan diçka që ta hedhin si punë parashote mbi grumullin e druvet, mbi zjarrin e ndes. Pra për të dek një njeri, edhe i letër e djek, i letër e vogël, apo një qese nga këto të letrës, edhe e djek njeriun, jo një vit dru. Në momentin që e hedhin, a i tha, hasbun Allahu vë ni'mel vekil. Ju kom shtet Allahu, dhe sa i mirë që është, a i tha, Allahu im do të më mbroj. Por e tha me gjithë men, me gjithë zemër, me gjithë shpirt. Edhe në moment, Allahu xhelle xhelaluhu e boni zjarmin me i temperaturë që t'ishte i kënaqur Ibrahimi, si do a themon ju, 30 gradë, si me qenë të net me i hije në freskut. As djellin zet fare, as i ftoft fare, pa mesatar. Ashtu si e të trupi. Edhe rrejnë të i qiet fare, ata kanë mendu se është shkrëmbu. Ashtë e pa mundër shpëtoj. Po njeriu i cili është mbështet Zotit shpëton. Po si mundu asjellën të shëjuar dhe krahasimin se si është mbështetje tek Allahu xhelle xhelaluhu. Allahu, më falni, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot:
Nëse ju do të besonit fuqimisht, sinqerisht, tek Allahu xhelle xhelaluhu, me sinqeritet, me besu dhe me mbështet tek ai, Allahu do t'ju furnizonte për si zëj. E dini punën e zëjve? Zëjt kush i furnizon? Edhe ata të velit, njëri tjetrin, fluturojnë me barkun bosh, edhe kthehen me barkun plot. Pra çfarë na tregon hadithi? Herën e parë Allahu do ta furnizojë robin. Edhe dyta thot, lëvizin pra zojt, hecin, kërkojnë rrezikun edhe vën me barkun plot, aty ku ja ka caktuar Zoti xhelle xhelaluhu. Po edhe ju njerëzit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot Allahu do t'ju furnizojë si zoj, pa punu hiç. Por nëse do të mbështeteshit sinqerisht tek Allahu xhelle xhelaluhu, por mbështetje tek Allahu mund të thonë njerëzit që unë ju kom mbështet atij nal, e në gjumë. Mbështetje nuk do të thotë që të rrish pa punë, mos punojsh. Po të mbështetesh tek Allahu, edhe ta kërkosh rrezikun. Edhe lutesh, e thua o Zot, nëse rreziku im është në qiell, më afro. Se si afron e dinaj. Nëse është në tokë, më nxjerr prej tokë, më afro prap këtu. Nëse është në ujë, prap më afro Zot. Nëse është larg, më ço mua te ke rreziku. Edhe kjo është lutje e sigurt që do t'japi rrezik. Keni vënë për shembull se si fëmia i vogël fare me nonën e vet. Ai ka mbështetje tek fëmia, ke nona, fëmia, siç e mana ja, kështu ai s'di tjetër rrugë mo. 1-2 ke nona vet. 1-2 ke nona vet, atje e gjem mbështetjen. Atje kërkohet të gjinin me pi, atje ankohet krejt asaj për atje ai fëmia i vogël fare. Derisa të filloj ka pak, 2 muaj, 3 muaj, 4 muaj, 5 muaj, edhe ne, mosha e rritur. Kështu duhet më mbështet tek Allahu xhelle xhelaluhu, që ai s'di gjë tjetër vetëm atë non. Edhe ne, asgjë tjetër s'do të di mo mbi 15 vjet, vetëm Allahu xhelle xhelaluhu, mbështetjen tek Allahu xhelle xhelaluhu. Apo një lloj tjetër i mbështetjes tek Allahu është kur shko ke doktori. Shko ke doktori ti dhe vazhdoj, thoti, bën çat dush. Ta kam lënë vetën në dorë tënde. E ne shkruat recetën. Ai ka herë qello, po ka herë edhe se qello. Sa kanë kalu për kësaj jete, ma të recetën që si ka qellu. I kanë bërë dëm ato ilaçet, nuk i kanë bërë dobi. Edhe si dorëzohesh ti ke doktori? Edhe çon doktori me Allahun. Sa larg janë njëri me tjetrin. Që doktori edhe ti bashk janë dorë të Zotit. Por dhe më thonë, në atë kuptimin e si që lëshon zemrën ka i doktori, i thu vazhdo. Po më tregon njoni, ishte emigrant. Në kohën e asaj kolerës, pandemis, edhe tham kapi, su mushë me frem, të merë, ishte atje në Itali, jashtë. Shkova atje, dhe. Por veshti kisha mirë, dhe. Në gjëjshë, dhe. Edhe po bisedojnë ato mjekë, thë, që kanë gjendë i tronë, thë, i tha njëni tjetërit. Tha, po të t'i bëjmë një, tha, i gjysë gjilbanë, tha, jo gjilbanë të manë. Këtë është i pojnë gjonë, tha, bëja dhe të so për i herë, tha, se shkova, se jam rëzik. Pra, dhe të so për i herë, i beson të doktorit, pushoj, thot, ajo. Dhe të so, thot, që i ma di, thot, ke me të varosët, vdes, thot, me dhe të so, po i gjysëm, thot, ajtë duhet. Pse ata e dishin, doktori, pra me mbështet tek Zoti. Mbështetja më e mirë tek Allahu xhelle xhelaluhu është me fal namazin e sabahut. Ju lutem gjithë juve, duke filluar nga sonte, domethënë nesër mes, i ri, i vogël, djalë, vajzë, gru, burr, me fal namazin e sabahut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ai i cili e fal namazin e sabahut ka hyrë në mbrojtjen e Allahut.
Dhe ai cili hyn në mbrojtjen e Allahut, me atë nuk mund të luftojë njëri, sepse i del me luftu me Zotin xhel xhelaluhu. Aja del kush luftës me Zotin? Asnjë. Pra namazi sabahut është mbështetje më e mirë tek Allahu xhel xhelaluhu. 2 rekat janë farz. Maksimumi 2 minuta. Unë e di që gjithë njerëzit zakonisht që shkojnë për punë, dalin pak herët edhe rezervojnë 10 minuta, i qerek ore, 20 minuta për të pi kafen e mëngjesit. Unë po ju them, si borët tu, kaq vite nuk e njeh kafen e mëngjesit. Nuk jam në asnjë lokal që të jemi faturuar që ky është ai joni, klienti jon. Unë e pi kafen. Po mund të ketë rreth 48 vjet që e pi me bashkëshortën. Atë në mëngjes, bëj pak muhabet, në i gjatë tjetër që të kina oreks për të hangër, pim në kafen bashk, edhe vazhdojmë ata punë që kemi. Dikur ishim që vazhdojshim punë, po të shtë si pensionist, e pim kafen bashk. Edhe të ta pish me bashkëshortën qovë se ke bashkëshorte. S'pate bashkëshorte me nënë tate, qovë ati, bëj e kafen asaj, nënës, edhe babës mundësisht, edhe fiton e dashurin atyre, fiton e zemrën atyre. Po jo atje, të ndërtoja i njëri, atje të ndërtoja, pas të fatë se kam njerës sot për mëngjes tonë. Ku ka njerës mëngjes? Kafen atje në shpi. Falë namazën sabahut, edhe bismillah, hasbun Allahu wa ni'mel vekil. Është i doa e bukur që për gjithë ata që kanë makina, për shembull, gjithë ata që lëvizin për dalë nga shtëpia, ta shënojnë aty. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Subhanallahi ve bihamdihi, subhanallahi al-azim. Pra me emrin e Zotit, mbështetem tek Allahu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë 2 fjalë janë shumë të rënda në peshore, shumë të mira, shumë të mëdha, që i kanë përdorur edhe pejgamberët e Allahut. I lartmadhur dhe vetëm atij i bëhet shqyqyri, hamdi Allahut, subhanallahi bihamdihi, subhanallahi al-azim, i lartmadhur i madhërishmi. Mi mëso këtë. Mësoj me thënë dula u përplasa, nuk më heci, u ngatrova, më hoq në bëri punë, mos i thoj këtë. Nuk jem shtet kërkuni. Jo, je komplet ke dalë, dhe me thonë, përballë të mallkomit e përballë çdo lloj gjoje të keqe atyre njerëzve që s'duan pa asnjë lloj arme. Armatosu. Edhe arma më e mirë është namazi i sabahut. Nuk i zot asgjë. Përpara Allahu xhelel xhelal do të jep një llogari bashkë me mua. Unë elhamdulillah e kam fal. Për rreth një 54 vjet. Se kam lënë herë. Vesh ka qelluar në rast se s'm ka dalë gjumi. Këta je i falë për të madhe Zot xhelel xhelalu. Edhe kam dalë i armatos. Me namazën e sabahut. I armatos. Nuk të del kush para. Sa dalë më kanë bana i gjomu. As i gjomu s'ka bote. Ti ke dalë, shejtani mas teje, me para teje me vrap, edhe ku të doje me çu. Ke dalë atje, i kafe, i gotë raki, cigare në duhonit. E Allahu na ruaj. Po më thoshte i punëtor që shkonte nga lagja, dhe më shkonte në punë në Tiranë aty. Si të siguroj paqet në duhanit, dhe unë në kam marru punë të ema, dhe. Ma njëri kaptajna. Për zemër vëllezër shkohet në punë për i paqet duhan, ma jeni a thërni këtu më. Sigurova kafe në mjesit, dhe tekën e rakis, paqet në duhanit, asë i herë s'ke për të bon shpej, kur për Zotin. Pa namaz sabahu, me këto defekte të rënda, nuk bon shpej. Më falni që po a them, po hiqti me këtë minutë. Me alkohol, me dohan, fut në namaz në sabahut, për këtë bez Zotit kini për të artu, me më përqafu. Ju bekov Zotit. Allahu në falë në më shiroft, këto fjalë mos i harroni. Unë të maj përgjegjësi për para Zotit xhelel xhelaluhu, se do të thoni atë që s'na ke thonë. Pse s'ju kam thonë, s'do të më thoni, për do të më thoni një gjë tjetër. Pse mërhur s'ke kapit dajak, sa të në shof me dohan, apo me atë, bjeri. Kështu keni për të më thonë atë. Na kishe rarë shumë, se që ka rëzik tu zjarmi i xhehenemit. Punë e madhe këtu, të lashe. Ju bekov Zotit.